patjetër. Produksioni, patjetër. E keni dëgjuar ndonjëherë Florin të flasin për ish të dashurat e tij? A ka dërguar Flori drona personin? Flori është kontaktuar nga produksioni dhe është pyetur nëse mund t'i përdoret emrin për ta bërë këtë gjë. Dhe ka lejuar. Ka lejuar sepse ka përshtypjen se ketë pas një vlefë monetare mbrapa. Okej, gjithsesi, nga ajo që dëgjuam, Soni ishte e gatshme për tu hedhur më njëherë në krahët e Florit. Neve në këtë emision kemi thënë që, shiko, është të ta sqaroj me dy lëvizje. Kemi thënë në këtë emision, kemi qenë bashkë me Zoin, që Soni ka një pëlqim të frikshëm për Ilirin. Iliri kishte një pëlqim për Sonin, u sajua gjitha ai debat që gjasme nuk kanë pëlqim njëri me tjetrin për të hequr vëmendjen dhe pastaj u shpik Flor Mumajesi për të thënë që shikon se Soni në fakt nuk është për këtë, po është për këtë. Domethënë, këta të thonë bëjmë 5, kur ndërkohë ne të gjithë e dim që 1 edhe 1 bëjnë 2. Domethënë është një budallik që unë se marr vesh pse vazhdojnë dhe i mshojnë asaj gjë të shëmtuar që po bëjmë për ditë. Realisht jemi bërë ekspert reality show dhe nuk ka burr nëne e bir grishajsh që na e fut neve përpara syve se çfarë ndodh.